عباد الله فإن أشرف المطالب وأعلى المواهب هي طلب العلم O ju rob të Allahut, më të vërtet kërkesa më fesnike dhe pasioni më i suksesshëm është kërkimi i diturisë. ومن وفقه الله لطلب العلم فقد وفق للخير كله. Më të vërtet, këna Allah azza wa jall t'i jep sukses që ai me qenë posedues i diturisë, me qenë për kërkuesve të diturisë, ati Zoti ka dhënë sukses në çdo hajër, në çdo vepër të mirë. Që na e kuptojmë me këto fjalë. Suksesi arrihet në çdo punë të mira kur njeriu posedon, kërkon, merr dituri. ولهذا فإن من أشرف ما تشغل به الأوقات طالب العلم. Më të vërtet për nderimeve më të mëdha të cilët ja bujmë në vërtet vetës tonë dhe kohës tonë është domethënë kërkimi i diturisë. So kohë e mirë, so çast i mirë, so moment i mirë është kur njeriu në ato momente e shfrytëzon kohën e tij që të merr dituri. O ju vëllezër, el-ilmu huwa nur wa diya'un li sahibihi. Më të vërtetë o ju vëllezër, dituria është nur, është ndriçim për ata të cilët e merr diturinë. Kushdo prej neve që dëshiron të merr nur wa diya'un, ndriçim, le të merr dituri, le të angazhohet që me pa dituri, me ta do të vjen edhe nuri, edhe ndriçimi me lejen e Allahut azza wa jall. O ju vëllezër, ويميز به صاحبه بين الهدى والضلالة. Ai cili posedon dituri, ai cili kërkon dituri, ai cili merr dituri, me atë dituri ai mundet me dallu çka është udhëzimi dhe çka është dalale, humbje, wal haqqi wal batil. Ai mundet me dallu çka është domethënë e vërteta dhe e kota, was sunnati wal bid'ah. Ai me dituri mundet me njoft çka është suneti dhe çka është shpikjet bidati në fe. O ju vëllezër, el-ilmu huwa ashrafu ma i'tana bihi al-muslim. Më të vërtet, dituria është sendi më madhështor që bazohet në të muslimani. Kur ki dituri, sendi më madhështor që mundesh mu bazu është dituria. Nuk ka diçka prej bazave më kryesor që muslimani do të mu mbajt, do të më bazu se sa dituria. El-ilmu huwa muqaddimu ala al-qawli wal-amal. Dituria ju vëllezër është ajo cila ka parapri para fjalës dhe veprës. Thot Allah azza wa jall, fa'lam annahu la ilaha illa Allah, fabada bil-ilm qabla al-qawli wal-amal. Thot Allah azza wa jall, dije, fa'lam, dije, do të thonë dituri. Allah po thot dituri merr, që nuk ka të adhuruar përveç Allahut. Ai Allahu azza jalla, subhanallah. Këtu në këtë ajet ka paraprit dituria para fjalës dhe veprës. Subhanallah. O ju vëllezër, tani me lejen e Allahut azza jall do i rënditmi, do i cekmi njërën pas tjetrit vlerat e diturisë. Vlera e parë, shiko afërsien e dëshmijës së Allahut azza wa jall dhe dëshmijës atyre që posedojnë dituri. Çu kuptohet kjo? Allah kur ka fol për veten e vet, ka dëshmuar për veten e vet, pastaj mas dëshmijës e ka vendos edhe pasuesin e diturisë. Çu thot Allah azza wa jall në Kur'an, shahid Allahu annahu la ilaha illa hu. Ka dëshmuar Allahu azza wa jall për veten e vet, që nuk ka të adhuruar përveç atij. Shiko, ka dëshmuar Allah azza jall për veten e vet, që nuk ka të adhuruar përveç atij. Pastaj po thot, wal malaikatu, kanë dëshmuar edhe melekët, wa ulul ilmi, dhe kanë dëshmuar ata që posedojnë dituri. Shiko në këtë ajet se çysh Allah azza jall afërsinë po afron dëshmijën e vet me dëshmijën e kujna e njerëzve të ditur.
Dituria është vlerë. Mjaftan, që kanë thënë ulemat, se kur Zoti më s'me fol kur gjë për dituri, mjaftan që ky ajet me dëshmu Zoti për veten e vet, që ai është Allah dhe me dëshmu me thonë dëshmojnë edhe për mua dhe njerëz se ditur. Çfarë afërsie të afërt ka afru Allah Azza Jall me kon në ata të cilët kërkojnë, marrin, posedojnë dituri. O i vëllezër, vlera e dytë e diturisë. Allah Azza Jall e ka obligu të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam që të kërkan nga ana e Allahut t'ju shtohet dituria. T'ju shtohet dituria. Allahu po e obligon të dërguarin e tij që ai të lut Zotin, që t'ja shton Zoti diturinë edhe më shumë. Thot Allah Azza Jall: "Wa kur rabbi zidni ilma." Dhe thuaj o ti Muhammed, thuaj o ti dërguar i Zotit, ma shto diturin. وكان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم رب زدني علما وإيمانا ويقينا. Kur e ka lexuar këtë ajet, Ibn Mesudi thoshte: o Zoti jam, ma shto diturin, imanin dhe bindjen. Pse ka fillu këtë dietar, ky sahabi i ndershëm, ka fillu duke thonë, kur e ka lexuar këtë ajet, e ka ndëgjuar këtë ajet, ka fillu duke thonë: o Zot, shtama diturin, e ka parapri para çdo sen tjetër. Pse kur shtohet dituria, do të shtohet imani dhe do të shtohet bindja. Për këta edhe Allah Azza wa Jall pa obligan të dërguarin e tij, لأن الله لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. Nga se Allah Azza wa Jall nuk pe obligan të dërguarin e tij me kërku diçka shtesë as një sen tjetër përveç diturisë. Pse kur e ki diturin, shtohet imani. E kur shtohet imani, ki me pat edhe bindje. Ki dituri, shtohet dituria, shtohet imani dhe shtohet bindja. Mirë, na nuk kemi dituri. Qysh mund ashtu imani kur na nuk kemi dituri? E qysh mund ashtu bindje tona për Zotin ton kur na nuk posedojmë dituri? Shiko, në këtë ajet, se çka po obligon Allah Azza Jall të dërguarin e tij, për shtimin e diturisë, duke thonë: thuaj ti Muhammed, shtoma Zot diturinë. O ju vëllezër, vlera e tretë e diturisë. Dituria i dallon njerëzit me pozitat e tyre tek Allah Azza Jall. Krijesat e Allahut Azza Jall janë të shumta. Mirë po Allah Azza Jall don mi dallu njerëzit. E me çka dallohen tek Allah Azza Jall? Me dituri. Thot Allah Azza Jall: "Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun." Thuaj, a janë të barabart ata të cilët posedojnë dituri, din dhe ata që nuk din? Çka është përgjigja? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Mu kanë i barabart ai i cili merr dituri, ai i cili kërkan dituri, ai i cili posedon dituri me ato i cili nuk mëson kurr, nuk lexon kurr, nuk ndëgjon kurr. Nuk ka mundësi mu kanë i barabart. Don Allahu pi dallon njerëzit me çka? Me dituri. O ju vëllezër, vlera e katërt e diturisë është Allah Azza Jall i ngrit njerëzit pasues e diturisë me vlerat e tyre, me pozitën e tyre, me shpërbimin e tyre dhe me derejën e tyre. Thot Allah Azza Jall: "Yarfi'illahu alladhina amanu minkum." Zoti për ju që posedani iman, ju ngrit. "Walladhina utul ilma darajatin." Dhe ata të cilët posedojnë dituri, Zoti i ngrit drejgje të larta. Që kjo është ajeti të cilën Allah për në "Walladhina utul ilma darajat." Edhe ata që kanë dituri, posedojnë dituri, marrin dituri, darajatin, Allah ka më ngrit. E ka për qëllimin. Do të ngrit drejgje me vlerat, me pozitën, me shpërblim dhe drejgjet në ditën e gjykimit në bashkallët e xhenetit inshallah. Gjitha këta i merr, i fiton ai i cili ka dituri apo ai i cili merr dituri, angazhohet me mësu dituri. Vlera e pestë, o vëllezër, e diturisë është kjo: friga, respekti arrihet
me dituri. Da më thonë, friga edhe respektin ndaj Zotit. Qysh arrihet? Arrit kur ki dituri. Kur e ki diturien, din qysh me ju frigu Allah të zëgjel, din qysh me fal namazin, din atë khushun qysh do të me e vepru. E rab të Allah të zëgjel, ashtu qysh tanën, krijesat e Zotit janë të shumëta. Mirë pa Allah zëgjel, po i veçan për kreve krijesat një lloj të njerëzve, që i kanë frikë dhe respekt Allah të zëgjel me shka me dituri. E thëtë Allah zëgjel, innema yakhsha Allah min ibadihi ulama. Po thot me të vërtet, khashje, frikë respekt ndaj Zotit për i robërve të Allahut janë ata që i kanë Zotit, domethënë frikë respekt kush janë? Ulama, dietar. Çka posedojnë dietar? Apo posedojnë pasoni, apo posedojnë forcë, apo posedojnë pushtet? Pse Zoti po i veçan këta? Pse po thot për i robërve të mi? Ma të dallun që i kanë frikë, respekt Zotit janë ulemat, dietarët. Shkaku i diturisë tëre që e kanë. Ti dhe one, nëse dojmë me qenë tek Zoti i dallun, i veçun, frikë respekt me pat, me hine këta jetë, bahu për atyre të cilët merë, kërkan dhe posedan dituri. Qala Aliju ibn Abi Talha, thot kë sahabi, në ajetin që lexon innama yakhsha Allah min ibadihi ulama, më vërtet njerëzit më së shumti që i kanë frikë respekt për robërve të krijesave të Allahut janë dietar, thot alladhina ya'lamuna anna Allah ala kulli shay'in qadir. Janë ata të cilët kanë dituri më të vërtet që Zoti është ai i cili bën çdo send. Kush për neve ka këtë dituri? Më thonë e ka dalë, mon Allah është ai i cili ka fuqi për çdo send. Allah është ai i cili për çdo send që dëshiron Zoti e bën. A na shkan mendje në erë që kja? Kur hiç, pe tham kështu, edhe pse ka shumë fjalë në këtë ajet, po kaç veç kaç ka thonë ky sahabi ndeshëm, Talha. Por dituria është me e ditë që në vërtet Zoti bën çdo send. Mos i jep vetit, po a unë forcë kam, a unë kam parën, a unë kështu. Jo, dije që Allah Azza Jall është ai i cili ka forcë në çdo send dhe çdo send që dëshiron Allah Azza Jall e bën. Vlera e gjashtë ju vëllezër e diturisë, dituria është rruga më e lehtë për të fituar xhenetin. Allah, a nuk e dani xhenetin? Unë e du për veti xhenetin. Edhe kam qef me fitu xhenetin. Rruga më e lehtë me fitu xhenetin është me marr dituri. Subhanallah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahhala Allah lahu tariqan ila al-janna. Kush e ka marr rrugën, në atë rrugë kërkan ai dituri. Allahu thot sahhala Allahu, Allah vetëm që ati ja ka letu rrugën me hinë në xhennet. Prandaj me fitu xhenetin. Me shka po fillon? Men salaka tariqan, ai cili merr rrugën, angazhohet për çka? Me marr diturinë, po thot. Vetëm se Zoti ja ka letu ati rrugën për me hinë në xhennet. Rruga më e lehtë me e fitu xhenetin për vlerave të diturisë, koka me e marr diturinë. O ju vëllezër, vlera e 7 e diturisë. Dije mirë, në qoftë se te arrit tek dituria, Allahu është duke ta dashur të mirën. E ke mësuar një hadith, e ke mësuar një ajet, e ke mësuar një mesele. Apo kjo në xhami me ndëgju ligjërat, kjo khutbën me ndëgju. Dije mirë që Allah Azza Jall është duke ta dashur të mirën dhe bau gjithmonë për këtyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kur Zoti e dan të mirën e robit ti, e ban ai me kuptu fejen e tij. Që kjo është? A nuk i qef që Zoti me dasht? Apo një kush ka Allah Azza Jall me na dasht Zoti, me na veçu për tëre, me marr dituri. Ndoshta këtë fjalë që i themi thonë, po hoç ti i hoç, jo. Që të fjalë që për ndëgjani për meje, edhe ju jeni njerëz të ditur, edhe ju posedani dituri. Nuk da më thonë pa tje vesh hoxha më koni ditur. Krejt du të me pas dituri.
krejt do të me marrë dituri. Qysh do të me fal namazin, qysh do të me marrë abdes, qysh do të me bua adhurimin, çka e prish agjerimin, qysh do të me dhon zakatin, e kështu të me dhon këtë fejes. Qoftë edhe një herë një mexhlisin tanë me qenë me posedu diçka dituri, të je prej atyre që ki marrë dituri, të je prej nxancave të dijes, ama vetëm vazhdo që Zoti me desh, me mësu fejen, koka, me mësu diturien, dimi që Allah Azza Jall është prej zgjedhjeve që Zoti të ka zgjedh dhe dën. Vlera e tetë o ju vëllezër e diturijës është edhe kjo. Për diturien dhe pasuesin e diturijës kanë respekt edhe me lejket. Paramendoj subhanallah. Në qoftë se ti ki dituri, ki shku të hoxha, ki marr dituri, ki anë xhami, me ngu ligjerat, e kështu të më radh, dijemi që me lejket për ty kanë respekt. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa inal malaikata la tad'u ajnihatiha li talib al-ilmi ridan bima yasna'u. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë melekët i vendosin krahorët e tyre mbi kërkuesin e diturijës dhe janë të kënaqur me ato që ai është duke bë. Prandaj subhanallah, melekët të rrethëkojnë, i qesin krahorët e tyre për respekti që kanë pse ti ki dituri, apo pse ti ki në xhami, apo pse ti ul në mexhlis duke ngu një ajet dhe një hadith. Melekët rrethëkan për shejt të respektit. Edhe është i kënaqur meleku pse ti po ndëgjon hadithin dhe ajetin. Subhanallah. Ndërsa se më kom fakultet, nuk e harroj kur njënë për nxënësave të Shekh Albanit, Allah e shtof jetën e dajke Shekh Albanin shumë e dajke. Kur e marrë ke vesh a imi të Kosovës, shumë e dajke Shekh Albanin. Në ekstrem, na respektaj ke në ekstrem. Se ke kum dëgju Shekh Albanin duke thonë, duke spjegu këtë hadith, melekët ka Allah ka tregu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu ka melekët që anën me në shpejtësitë e tyre të vazhdueshëm, shpejtësi e shpejtë dhe kërkojnë ku ka mexhlise. Aty ku ka mexhlise ndalen dhe i thirrin tjetër, hajde se kemi gjetur ushqim. Melekët as nuk hajnë as nuk pinë. E ushqimi i tyre çka është? Dituria. I thirr, hajde se kemi gjetur ushqim. E kur i shohin njerëzit të marr dituri, e theke Shekh Albani ka thonë edhe këtë komentim. Theke me lejt pëshet e respektit, kur e shohin njerin, personin cilë është duke marrë dituri, i hulin krahorët e tëre, rrin, që thonë të nga gaditur, pëshet e respektit. Qëta është me bu marrë kryetari i shtetit, qëka do të me buna, këtë ullë me nejta, rështohemi këtë drejt. Që shtot me lejket janë për kërkusin e dituris. Allah ekber. është ndërim ti që kjo në xhami. është mirësi e madhe ti që kjo me ngu një ligjerat, një ajet, një hadith. Respektin çka e bojnë me lejket për ty shkaku i dituris. Vlera non të ju lëzër dituris, për atë të cilët posedan dituri, apo është kërkuesi i dituris, kërkojnë istikfar për ta, falje për ta, çka gjindet në qiell dhe në tokë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, wa innal alima liyastaghfiru lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard hatta al-hitana fi al-ma' aw hatta al-hitana fi al-bahr. Subhanallah. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por dietarin, çka posedon dietari? Gurë që qanë ranë, gurë që shëta, i forta, pasonia, jo, dietar që posedon? Dituri. E po thot për dietarin, e cili ka dituri, posedon dituri, thot për ta bujnë istikfar, çka gjindet në tokë dhe çka gjindet në qej, thot derisa edhe balena në det ban istikfar për ta. Çdo sen, çdo insekt, çdo krijesë që gjindet në tokë, që edhe nuk na merr mendja neve, për dietarin, për njerin e ditur, për pasuesin e diturisë, për ato që merr dituri, kërkojnë istikfar në qej dhe tokë. Dhe kjo është vlera e diturisë. O ju vëllezër, vlera e 10 e diturisë është që dituria është trashëgimi e profetit ton sallallahu alaihi wasallam dhe profetëve të tjerë. Pejgamberi nuk ka lënë diçka tjetër. Tregohet me Ebu Hurajrën radhiyallahu anhu. Ka im pazar, ju ka thonë tregtarëve, o tregtar, apo danemi në hise
trashëgimi me marr pasuri, tregtar atë kanë qef, tregtar pasuri, ata marak në stop me pare, kanë qef. Ka thonë po, ta shkani në xhami, se në xhami po shpërndahet hisa e pasuria e profetit. Ju në tregtar kanë shku, ku kanë shku në xhami, shka me pa një sahabi në skeq aty, këtë jetin në skeq, këtë jetin në skeq, se cili domethënë me nxënësat e vet të shpërnda. Ata e kanë pritë Buharenën të mendu që ta të pa ku është atë pasuria e profetit, apo me pundat pasuria. Ata i thata nuk ka kja trashëgimi e profetit, që hadithi, që sira, histori, që ku i ki fikun, që ku i ki Koranin, tefsirin, subhanallah. Që kja është, domethënë vlera e diturisë, është trashëgimi e kujna e profetit tonë dhe profetëve tjerë, e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa inal ulama warathatul anbiya, më të vërtet dietarët janë trashëgimitarët e profetëve. Inal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhaman wa inma warathu al-ilma. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më të vërtet profetët nuk kanë trashëgu as dinar, as dirham, mirë po ata e kanë trashëgu kon diturien. E kush e ka marrë diturien, i mjafton si trashëgimi e profetit. Ti, e cilën dëgjon këtë hadith dhe ajet dhe mëson, dijemi që ti njëri për tëre. Ki marrë pej pasurisë trashëgimisë profetit sallallahu alaihi wasallam. Është nderim, dituria është vlerë, është nderim për neve ju vëllezër. Kushdo që posedon dituri, merr dituri, kërkon dituri, le ta dëmi që është duke marrë diçka prej trashëgimisë profetit sallallahu alaihi wasallam. O vëllezër, vlera 11 e diturisë është edhe kjo. Dituria do të bën dobi ty me pozit, me shpërblim dhe me vepra mbas vdekjes tënde. Dhe këta e kanë quajt jeta e dytë. Mbani mend këtë fjalë. Jeta e dytë që të bën dobi. Jeta e dytë që të bën dobi e kanë quajt këtë hadith që jam duke lexuar unë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibnu adama inqata'u 'amaluhu illa thalathin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vdes biri i Ademit, ju ndërpritën të gjitha veprat e tij përveç 3 veprave. Për tyve ka ardhur, ka thonë, minhum wal ilmin yantafa'u bihi, dhe diturin të cilën ban dobi njeri pas vdekjes. Kalon dituri dhe dituria e tij ban dobi. Që ky njeri, ato që thanë në fillim, do të vazhdon dobia e tij, pozita e tij, shpërblimi i tij dhe veprat e tij, edhe pse është i vdekur. E këtë hadith ulemat e kanë quajt jeta e dytë. Me dituri e ki fitu jetën e dytë, që Allah nuk ta hu kur pozitën tane, kur vlerën tane, kur nuk ta hu shpërblimin. A e cekon para pak minuta Shekh Albani. Në xhami profetit sallallahu alaihi wasallam, deri në ditë kiametit nuk ka më nal emri i tij të thonë Shekh Albani, Allah e mëshiroft. Ebu Hurajra, sahabi i ndershëm, Buhari, nxënës Imam Ahmedi, hadithet që kanë përmend krejt. Kuna a i hub vlera këtyre njerëzve? Kur nuk i hub, deri në ditë kiametit. Kjo është o vëllezër që dituria të ban dobi edhe mbas vdekjes tande në jetën e dytë reale. O vëllezër, vlera 12 e diturisë, rëndësia më e rëndësishme, kështu pi tham. Rëndësia më e rëndësishme që pejgamberi ka qenë, ka po rëndësi më shumë të i ka dhënë për kushtim. Që i ka qelë sët, e ka fal namazën e sabajt, veç një lutje e ka bu për minerë. Disa prej ulemave e kom dëgju Shekh Suleman Ruheni duke thonë, prej diturisë që posedon ai, thot që këta e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se me dhonë selam në namazën e sabajt. Farzin, 2 recate që është namazin, 2 sunet, 2 farz. E në farz pejgamberi para se me dhonë selam, u shlut me këtë lutje. Apo lutet pejgamberi, për shka po lutet? Shikon është fa lutje, rëndësia e diturisë. E ka lut Allah dhe duke thonë, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. O Zot, unë ty të lutem për dituri të dobishme. Çfarë dituri? E dobishme, Kur'an dhe Sunet, për rizq halal dhe vepra të pranuar. Shiko, po fillon me çka? Me dituri të dobishme. Mos mena, pse ti vjen në xhami këtu pare dhe ndëgjon hoxhën, apo vjen ligjërat, e ndëgjon diçka për diturisë, ka me të hub ty risko, pasuria,
Jo vallahi vetë që ka më ta shtu Zoti edhe më shumë, edhe kemi ja ditë vlerën edhe më shumë. Dhe mos mendo që dituria ty të lën me vepra për mas. Jo, dituria ty të shtyn që kemi bë vepra edhe më shumë edhe më të pranueshme tek Allahu Azza wa Jall. Pse po fillan me dituri, Zot jepëm dituri të bëshëm, rrezik halal dhe vepra pranueshme. Çka thonë ulemat? E krejt dynjaja hen ta. Kur ki dituri, Kur'an dhe Sunet, ha? Ti mundesh me dallu halal dhe haramin. Ja nuk punon haram. Ja nuk muj me punu haram. Nuk muj me pitu haramone. On punoj halal. E kush ta ka bu me punu halal? Shepedente dituria. E kur fiton halal, ki me dhan, ka me shu që e halali me dhan edhe vepra pranueshme. Ki me bu edhe vepra pranueshme. Po nuk vjen xhami, nuk ngan ligjërata, e kështu të më radh. Ki me punu haram. Edhe çka ki me bu? Edhe para haram ka me të shku. Çka në aty, pitar ka me gju bumba, 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 bumba. Kemi fest, gishengën e çka festoj. Kemi fest, bumba ta. Pi haramit në haram. Subhanallah. Që kjo është ajo lëzë, shiko, pejgamberi Allahut para se me dhonë selam në namazin e sabahit, për e lutë Allahun diturit të Kur'anit dhe Sunetit. O ju lëzër, ibadallah, أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.